Horoskopi ditor e enjte 2 tetor 2025. Dashi, ka rrezik që situata në çift të jetë mjaft e tensionuar gjatë kësaj dite. Si ju, ashtu dhe partneri do kërkoni të dalë juaja, dhe kjo do acaroj paksa atmosferën. Beqarët ende nuk do jenë të sigurt për atë që duan të bëjnë me jetën e tyre sentimentale, dhe do ngurojnë të pranojnë edhe ftesat. Financat nuk do jenë as shumë të kënaqshme, por as dhe shumë problematike. Demi, edhe pse nuk do kujdeseni fare sot për jetën tuaj në çift, gjërat do ecin për mrekulli pranë partnerit. Kjo fal mbështetjes së të gjithë planetëve. Beqarët ka rrezik të joshen nga pamja e jashtme e disa personave dhe do nxitohen të fillojnë një lidhje pa i njohur mirë ata. Në planin financiar, do ju duhet shumë durim dhe përpjekje për ta mbajtur gjendjen të qëndrueshme. Binjakët, sot do filloni të bëni shumë projekte me partnerin tuaj dhe do i shihni gjërat me një sy tjetër. E ardhmja do jetë akoma dhe më e bukur. Beqarët do kenë veçse disa pëlqime për disa persona, por nuk ka për të ndodhur asgjë më tepër. Për financat do jetë një ditë delikate. Duhet me patjetër të ulni shpenzimet që të mos mbeteni pa para. Gaporja, Venusi do e bëjë jetën tuaj në çift edhe më të bukur dhe harmonike sot. Do dini si t'i shprehni në mënyrë të veçantë ndjenjat dhe do e bëni partnerin t'ju dashurojë. Beqarët do flirtojnë pafund dhe në mbrëmje do e gjejnë personin e përshtatshëm. Nëse shpenzoni me kujdes, gjendja financiare do fillojë të përmirësohet. Çdo gjë do jetë në dorën tuaj. Luani, asgjë e keqe nuk ka për të ndodhur sot në jetën tuaj në çift. Megjithatë, nuk do ndodh as ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Merrni gjërat si t'ju vijnë. Beqarët nuk do jenë me fat dhe do mbeten sërish vetëm. Kjo në fakt do i mërzit dhe do i fut në melankoli. Problemet financiare do mund t'i zgjidhni fal ndihmës së disa të afërmëve. Vegjëresha, sot partneri do ju besoj më shumë dhe do ju bëjë surpriza të mrekullueshme. Gjithçka do fillojë të duket më ndryshe. Beqarët gjithashtu mund të kenë takime interesante, por duhet ta shfrytëzojnë secilin që të shohin mundësinë e ndryshimit të statusit. Në planin financiar do tregoni shumë të angazhuar. Do keni ide të qarta si ta përmirësoni situatën. Peshorja, fillimisht do duket sikur dita nuk do jetë as pak problematike për çiftet. Megjithatë, me kalimin e orëve situata do fillojë të dalë jashtë kontrollit. Do jeni më shumë sa duhet xheloz dhe nuk do duroni as ta shihni dot partnerin të ketë pranë kolegët e punës. Beqarët do jenë sërish të pafat. Në planin financiar nuk duhet të nxitoni të stabilizoni situatën, sepse mund të gaboni. Akrepi, të dashuruarit do kalojnë krizën në çift dhe do mundohet të provojnë eksperienca të reja. Ka qenë rutina ajo që ka krijuar të gjitha problemet. Për beqarët priten shumë ndryshime sot. Personi ideal do shfaqet në momentin që ata më pak e presin. Në planin financiar, kënaquni me gjendjen që keni, sepse kush kërkon shumë mund të bëjë gabime të pafalshme. Shigjetari, marrëdhënia në çift do konsolidohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do jepni shumë nga vetja vetëm që ai që keni në krah të ndihet më së miri. Beqarëve do vazhdoj t'u rendoj vetmia, duke qenë se edhe miq do jenë të ngarkuar me punë. Në planin financiar, tregoni sa më vigjilent nëse nuk doni të keni probleme serioze. Shpenzimet duhen kryer me maturi. Britsjapi, Marsi do jetë planeti më i favorshëm sot për jetën tuaj në çift. Ai do ju bëjë më të thjellët dhe më të përkushtuar ndaj partnerit. Beqarët duhet të tregohen sa më të hapur ndaj takimeve, por jo të pranojnë çdo gjë që do ju kërkohet. Mësoni të frenoni emocionet momentale. Financat do jenë të mira, por jo aq sa për të kryer shpenzime ekstravagante. Ujori, ka rrezik që të ndodhë një furtunë sot në jetën tuaj në çift. Femrat do qahen shumë nga personi që kanë në krah dhe do debatojnë ashpër. Beqarët nuk duhet të nxitohen, edhe sikur personat që pëlqejnë t'ju bëjnë ndonjë surprizë. Situata financiare do jetë e shëndetshme dhe as pak problematike. Mund të kryeni edhe investimet e menduara prej kohësh. Peshqit, partneri do ju mbajë në pëllëm të dorës gjatë kësaj dite dhe do ju përkëdhelë në çdo moment. Do ndiheni shpesh të bekuar nga qielli. Beqarët do nisin aventura afaqshkurtra, por mjaft emocionuese dhe të kënaqshme. Me financat do keni vështirësi. Gjendja e të ardhurave nuk është aq e mirë sa për të kryer të gjitha shpenzimet që keni menduar.